Mirë se erdhët të dashur Britqapër në Letra Trofej, jam Diana, do bëj leximin e juaj të javës, që është i fokusuar vetëm për javën që vjen, e ardhmja, energjia që do ju rrethojë dhe çfarë do të bëni. Kemi gjykimin të dashur, kemi 5 të monedhës, mbretëreshën e shpatës, pastaj kemi 5 të shpatës, pastaj kemi 6 të shkopive dhe mbretëreshën e shkopive. Për qep të dashur, kjo javë fillon me një zgjim të fortë. Gjykimi tregon një moment ku diçka nuk mund të injorohet më. Mund të jetë një e vërtet që po del në sipërfaqe, një vendim që duhet marrë ose një situatë që ju detyron të shihni realitetin pa filtra. Kjo letër nuk vjen për të trembur, Britqapër, por për t'ju zgjuar. Wake up call, si quhet në ndryshe. Diçka po ju thotë, nuk mund të vazhdosh kështu. Dhe me një pasaj vjen 5 të monedhës. Shikoni, sikur në një kafazë dhe nuk po i lëshoni rrënjët e juaja, është tregon një ndjesi, nuk po them që është realitet, ndjesi të mungesës, për disa lidhet me para apo stres financiar, por për shumë për jush lidhet me ndjenjë që po mbani barrën vetëm. Po ndjeni vetëm. Mund të ndjeni të lënë pas dore, të pavlerësuar, se sikur po jepni më shumë se ç'po merrni. Ka dhe një lloj ftohtësie emocionale këtu të dashur Britqapër. Dikush mund t'ju ketë bërë të ndjeni jashtë loje, por problemi është se ju po e mbani veten aty më gjatë se ç'duhet. Mbretëresha e shpatës tregon pikën ku filloni të ndryshoni sjellje. Kjo është letra e dikujt që lodhet nga justifikimet dhe fillon të shoh faktet. Këtë javë do të jeni më të prerë në komunikim, nuk do të keni nerva për lojra, manipulime apo njerëz që ju harxojnë kohën të dashur Britqapër. Dikush mund të habitet nga ftohtësia juaj, por në realitet ju thjesht jeni lodhur duke qenë gjithmonë ai personi që i kuptoni të gjitha dhe ai miri, ta them në këtë mënyrë. 5 të shpatës tregon një lloj konflikti të egos. Një debat, tension ose një situatë ku dikush do doj të fitoj me çdo kusht dhe sinqerisht. Kjo letër thotë që jo çdo betejë vlen. Dikush mund të përpiqet t'ju provokojë të nxjerrë reagim ose t'ju fusë në dram. Ai tipi që të lodh 2 orë për një debat dhe në fund prap mendon se fitoi sepse foli më shumë. Ta them kështu. Por këtu leximi ndryshon. Drejtim. 6 të shkopive tregon fitore. Vlerësim dhe rikthim të vetbesimit. Pas gjithë asaj lodhje emocionale do të keni një moment ku do ndjeni përsëri në kontroll. Mund të merrni një lajm të mirë, një vlerësim, një sukses në punë, ose thjesht të kuptoni që nuk keni humbur asgjë duke lënë pas njerëz të gabuar. Dhe java të dashur Britqapër mbyllet me mbretëreshën e shkopive, kjo energji shumë e fortë për ju, vetbesim, prezencë, tërheqje dhe kontroll mbi veten. Në fund të javës nuk dukeni më si personi që po pret të ndryshojë humorin, t'ia ndryshojnë humorin të tjerët. Dukeni sikur që po zgjedh veten dhe kjo është arsyeja pse leximi mbaron mirë, sepse po dilni nga një periudhë ku të tjerët kishin shumë ndikim mbi emocionet e juaja. Këshillën që mund t'ju jap të dashur Britqapër për këtë lexim është mos u përpiqeni të fitoni debate me njerëz që ushqehen nga dramat. Fitore më e madhe është qetësia dhe jo fjala e fundit. Njerëzit ta njohin vlerën vetëm pasi kuptojnë që nuk të kontrollojnë më.